7 vajza, prej të cilave 3 nga Shqipëria dhe 4 nga Maqedonia janë zbuluar gjatë kontrollit të mbrëmshëm policor të zbatuar rreth gjysmore pas mesnate në objektin hotelierik Bili 97 në fshatin Qegran, pronësi e BN 34 vjeç nga po ky fshat, informon zëdhënësi i sektorit të punëve të brendshme Mardian Josifovskit. Sipas të dhënave të tij, 3 shtetaset shqiptare ishin të moshës prej 21, 22 dhe 29 vjeçare, derisa shtetaset e Maqedonisë ishin 1 nga Gostivari, 1 nga Shkupi dhe 2 nga Struga. Vajzat janë angazhuar si këngëtare dhe kërcimtare në objekt dhe për arsye se shtetaset shqiptare kanë keqpërdorur qëndrimin turistik dhe ilegalisht kanë punuar, janë arrestuar në stacionin policor të Gostivarit. Me që rast janë dorëzuar për procedurë të mëtutjeshme në repartin për krim ndërkufitar të huaj, emigrime dhe riadhesim, tha Josifovski. Ndryshe në 10 ditët e fundit, në rajonin e Pollogut janë zbatuar kontrole policore në 11 objekte hotelierike, me që rast janë zbuluar një numër i madh i shtetaseve të huaja kryesisht nga Shqipëria, të angazhuara ilegalisht si këngëtare dhe valltare, dhe se me kontrolet e tilla do të vazhdohet edhe në periudhat në vijim. Ndërkaq brenda javës, ky është kontrolli i dytë me radhë që realizohet në Qegran dhe në të dyja rastet janë hasur valltare.